Mirë se vini të nderuar shikues në Atlas Njerëzor këtu në Blu Televizion. Sot në studio kemi një të ftuar të veçantë, e cila sfidon çdo paragjykim për moshën dhe kufijtë e ëndrave. Vetëm 20 vjeç, Emilia Memishaj ndjek një rrugëtim jo të zakonshëm. Nga njëra anë, uniforma ushtarake dhe disiplina e ushtrisë shqiptare, dhe nga ana tjetër bota e ndjenjave dhe imagjinatës që ka sjell në romanin e saj të parë Zhdukja e fundit. Një vajzë që zgjedh të shërbej për vendin e saj, por që njëkohësisht gjen kohë të shkruajë për dashurinë, humbjen, dhimbjen dhe forcën e njeriut për të vazhduar përpara. Sot do të njohim jo vetëm autoren e re, por dhe vajzën pas faqeve të librit. Emilia, faleminderit që pranove ftesën. Është kënaqësi për mua që je sot në studion e Atlas Njerëzor. Si një studente në Akademinë e Mbrojtjes, kush fshihet pas Emilias, studente dhe autore së një libri? Si fillim ju falenderoj shumë për ftesën, është një kënaqësi të jem pranë jush si një gazetare që keni kontribuar për vite në qytetin e Vlorës, një gazetare me vlera si ju. Faleminderit shumë. Kush është Emilia tani? Pas uniformës së kadetes nuk është vetëm një vajzë e cila është me rregulla dhe me disiplinë. Është një vajzë e cila gjen lumturi pas gjërat e vogla, pas një varg poezie, pas një perëndimi të diellit, pra me pak fjalë pas gjërave të thjeshta. Emilia Memishaj, je vajzë e re, 20 vjeç, shumë të rinj kërkojnë rrugë të ndryshme në jetë, ndërkohë që ti zgjedh ushtrinë, zgjedh forcat e armatosura. Si erdhi kjo zgjedhje nga ty? Nuk ishte një vendim i marrë brenda natës. Gjithmonë më ka pëlqyer ideja e forcës, dhe jo vetëm e forcës fizike, por ideja e forcës së mendjes. Po, shumë mirë. Dhe aty duket që ke gjetur veten. Po, sepse është një vend ku unë mund të sfidoj veten time, çdo ditë të ndërtoj karakterin tim. Po, shumë bukur. Dhe çfarë të tërheq më shumë tek jeta ushtarake? Çfarë të tërheq? Çfarë ke mësuar ti? Ajo që më tërheq më shumë është ideja që më sfidon çdo ditë dhe të mos dorëzohem kurrë. Ka ditë kur jam e lodhur, kur mendoj se nuk mundem më, por pikërisht atëherë zbuloj se aty është forca brenda meje. Jeta ushtarake më ka mësuar disiplinën, durimin, respektin dhe suksesi arrihet me vështirësi. Po, shumë bukur. Dhe shkojmë tani tek shkrimet. Shkojmë tani tek romani. Kur e kuptove për herë të parë, se je 20 vjeç më vajzë. Kur, në ç'moshë e kuptove që ti kishe prirje, që ti doje të shkruaje? Fillimet e mia kanë qenë në një moshë shumë të vogël, ku unë shkruaja tregime dhe pralla që imagjinata ime më sillte çdo ditë. Fillimet e mia kanë qenë rreth moshës 8-9 vjeçare, e cila unë gjithmonë ulesha në dhomën time dhe shkruaja tregime, shkruaja pralla, shkruaja gjëra që imagjinoja dhe i hidhja në letër. Kanë qenë imagjinata nga më të ndryshmet, si ta them imagjinata fëminore. Por ama jo te poezia, shkove tek proza. Pra të shkruaj në prozë, tregimi dhe pralla janë proza. Po. Të kishe shkruar në mendje poezia ndonjëherë jo? Jo. S'kam qenë shumë te poezia, me thënë të drejtën. Je tek proza. Po. Dhe shkojmë tani tek romani. Tek romani që gjithsesi sot ty në brezin tënd të bën të famshme. Si lindi ideja e romanit Zhdukja e fundit? Atëherë, Zhdukja e fundit është një roman i një zhaneri që në letërsinë shqiptare mungon. Pra është një zhaner thriller horror. Horror psikologjik. Dhe si lindi ideja? Thjesht unë si fillim unë nisa për të bërë diçka dramatike. Unë nisa për të bërë një libër me dram, por kur kuptova që në tregun ton mungon një zhaner i caktuar, thash pse mos ta bëj. Kur unë tek e fundit që e vogël më ka pëlqyer zhaneri horror, gjithmonë kam qenë e tërhequr nga filmat horror dhe gjatë kohës që unë shkruaja horror e kuptova që jam
për këtë zhanër. Je vajzë që s'pas ke frikë fare, se që kur thua horror, mua më tremb. Megjithësesi, çfarë emocionesh të kanë kapluar gjatë shkrimit të faqeve të një romani të tillë, siç e thua dhe vetë, i llojit pak të veçantë, horror. Ka pas momente që ke qarë apo je të rrequr, megjithëse unë po kuptoj shumë mirë që ti je një vajzë e fortë. Shumë herë. Kam pasur net të cilat kam qëndruar pa gjumë, kam kaluar emocione të mëdha normalisht dhe sepse të shkruash një zhanër të tillë do shumë Do forcë, po. Por s'do të thotë që ti nuk je prekur, s'do të thotë që ti s'ke përjetuar emocione të forta, apo jo? Po, pjesa më e vështirë për mua si shkrimtare është fakti se si do ta presin njerëzit një gjë të tillë. A është ky fragment i dur për ta shkruar apo jo? Domethënë këto janë ato dilemat që unë kaloj gjatë kohës kur unë shkruaj. Romani trajton dashurinë, humbjen, dhimbjen, sëmundjen. Je një vajzë kaq e re. Si mundet që ti përmbledhësh emocionet dhe ti vetë të ruhesh nga këto emocione? Apo u përfshive në to? Sepse janë tema të vështira. Emocionet nuk kanë mosh. Nuk do të jetosh një jetë të tërë për të kuptuar se çfarë përjeton një njeri, për të kuptuar se çfarë është dhimbja, dashuria, apo sëmundja dhe çfarë do lloj ndjenje tjetër. Ndonjëherë mjafton të vëzhgosh njerëzit për rreth teje dhe të dëgjosh historitë e tyre dhe ti kuptosh. Dhe në këto histori ka diçka personale? Është dikush që ti e ke marrë nga jeta reale dhe e ke bërë personazh, apo dhe vetë historia, ka histori reale? Nuk ka personazhe të drejtë për drejta të marra nga jeta reale, por sigurisht si çdo autor lë diçka nga vetja atë që shkruan. Në secilin personazh ka emocione që i kam përjetuar dhe vetë normalisht. Ndonjëherë mendime që kam pasur apo copza njerëzish që kam takuar gjatë jetës. Po, pra ke parë tipa të ndryshëm shoqëror dhe pastaj ke hedhur në letër ato çka ke përjetuar. Po jo se ka një emër të veçantë, një person. Po, thjesht duke marrë vetëm disa copza, të cilat mua më kanë bërë përshtypje dhe i kam hedhur në letër. Po. Duke i trajtuar si personazhe. Dhe kur mbyll mesazhin lexuesi, kur mbyll faqet e librit lexuesi, cili është mesazhi që ti mendon që ju apërcjell lexuesve në faqet e romanit tënd? Do doja që lexuesi të kuptonte që edhe në momente më të errta të jetës ekziston një dritë. Jeta na vendos përballë sfidave dhe që shpesh duken si të pakapërcyeshme, por njeriu ka forcë të jashtëzakonshme për t'i kaluar ato sfida. Ndërkohë si kanë pritur familjarët e tu dhe më pas shoqëria, pikërisht këtë momentin që një vajza e tyre, 20 vjeç, boton një roman. Me shumë emocion dhe krenari, kanë qenë një nga njerëzit të cilët më kanë mbështetur më shumë. Ata si fillim nuk e prisin që unë po bëja diçka të tillë dhe janë surprizuar shumë kur morën vesh që unë isha duke shkruar një libër dhe më kanë mbështetur shumë për këtë gjë. Ata e morën vesh kur ti punoje apo e zbuluan kur ti shkove drejt botimit të librit? Jo, gjatë kur ua kisha treguar. Po patjetër, se është një proces krijues që ti nuk u fshihesh dot. Po, sepse është edhe një proces i gjatë që të merr kohë. Dhe kështu që detyrimisht do ta dinin. Dhe erdhi libri. Cila është ndjesia e Emiljës kur merr librin e saj, produktin e saj? Ishte një nga ato momentet që nuk harrohet kur, sepse për mua ishte një ëndër e cila më në fund bë realitet dhe atë ëndër më në fund e kisha në duart e mia. Emilia boton romanin, padyshim që është një sukses. Familjarët e tu janë të kënaqur, miqt, shoqet, shokët e tu. Si mund ta menaxhosh ti këtë sukses? Je vajzë thjesht? Mua kështu më dukesh.
apo të shëritur mendja? Jo, as pak. Për mua kjo është një realizim ëndre dhe nuk kam arsye pse mendja të më rritet, kështu që për mua është diçka shumë e thjeshtë. Është diçka shumë është gjë e bukur. Është gjë e bukur, është gjë e bukur, po. Edhe kaq. Ndërkohë që kemi periudhën e studimit, studion në Akademinë e Mbrojtjes, por njëkohësisht kemi edhe procesin e krijimit. Si e ke mundur të menaxhosh këto dy situata? Ushtrim, studimet e mbrojtjes dhe në anën tjetër letërsi, shkruar roman. Nuk është gjithmonë e lehtë, ka ditë kur lodhja është e madhe dhe koha duket sikur nuk mjafton. Por kur dashuron diçka gjen mënyrë për ta bërë atë gjë, për të krijuar atë gjë dhe i kushton kohë. Kam pasur net kur kam shkruar, ndërsa të gjithë flinin në momente kur një ide më vinte, unë e hidhja direkt në letër. Pra nuk prisja fare. Thjesht shkruaja direkt, nëse frymëzimi më kapte, shkruaja direkt. Që do të thotë edhe orët e natës? Po, edhe në orët e natës. Atje në shkollë? Po. Po, bravo. Edhe ç'të motivon? Ç'të motivon që të kesh lodhje sepse je dhe studente mirë apo jo? Po. Studion mirë, shkruan. Pra, çfarë të motivon që edhe ndonjëherë se je 20 vjeç, ke dëshira, ëndra etj. Ç'të motivon që edhe lodhje ta kapërcesh? Vetëm fakti që dua të realizoj një ëndër, vetëm fakti që unë kam një ambicie dhe një vizion, kjo më shtyn në drejt asaj që unë mos të dorëzohem. Drejt asaj që unë të vazhdoj pasionin tim. Dhe sot Emilia 20 vjeç, çfarë do t'i thoshte Emilias së vogël fare? Dhe përqafoja fort dhe do thoja që mos të ketë frikë nga ardhmja. Do t'i thosha se jo çdo rrugë do jetë e lehtë, se do ketë edhe ditë kur do ndihet e lodhur, do ndihet e mërzitur, do ndihet jo e frymëzuar, por kjo është jeta dhe gjithmonë do ta ngrëm kokën lart. Edhe pse është nuk do të dorëzohemi për asgjë. Nëse kemi një ëndër, duhet të ndjekim ëndrat tona. Duhet të ndjekësh ëndrën, po. Cila është sakrifica më e madhe që ti ke bërë deri tani? Qoftë në ndjekjen e studimeve, qoftë dhe në këtë procesin krijues. Mendoj se sakrifica më e madhe ka qenë të heq dorë nga shumë momente rehatie dhe qetësie personale. Ka pasur ditë ndërsa bashkëmoshatarët e mi dilnin, pinin kafe, argëtoheshin me ato momentet e tyre, ndërsa unë thoja, po prit pak, nuk kam kohë të dalë sepse dua të bëj diçka timen, dua të sjell diçka dhe do detyrohem që t'i heq këto kënaqësi. Po. Dhe ky libër, realizimi i një libri, për kë do t'ishte një përqafim ose një mesazh shprese? Vetë dalja në dritë e romanit, e një produkti kaq të bukur, artistik. Për këdo që është ndjeri vetmuar në betejat e tim, për ata që kanë qenë, si ta them, për ata që kanë humbur dikë, për ata që kanë qenë në heshtje dhe për ata që kanë menduar se askush nuk mund t'i kuptonte apo t'i dëgjonte. Do doja që libri im të thoshte se nuk janë vetëm, se dhimbja nuk të bën më të dobët, por këto janë gjërat e jetës dhe duhen kaluar, pra çdo njeri nuk I shmanget dot askush. Pas 10 vitesh, si e ëndëron veten Emilia Memishaj, një oficere, e zonja, apo një autore librash? Pas 10 vitesh e shoh veten si një grua që I ka mbetur besnike ndaj vetes së saj, dhe pse jo mos t'i kem të dyja profilet. Një oficere e përshkruar, një oficere e përkushtuar që mban krenari dhe përgjegjësi për punën e saj, por edhe një shkrimtare që vazhdon të shkruajë historinë, që prekin zemrat e njerëzve. Po. Dhe këtu mbaruam pak a shumë me procesin e krijimit, me romanin tënd, dhe shkojmë pak te disa pyetje që e nxjerrin Emilian, domethënë jashtë kadetes, që është në Akademinë e Mbrojtjes, dhe jashtë autores. Çfarë e bën të lumtur Emilian?
kur shokët e tu se janë në argëtime tjerë, ty çfarë të bën të lumtur? Ti si e kalon kohën e lirë? Se dhe ti duhet të kesh kohë të lira. Po, patjetër. Po. Dhe cila është koha e lirë? Jotja. Unë jam nga ata njerëzit që gjejnë qetësi dhe lumturi në gjërat e vogla, si për shembull të lexoj, të dëgjoj muzikë, të kaloj pak kohë me veten time, të pi një filxhan çaj, një bisedë e bukur ose një mbrëmje e qetë me libër në duar. Nuk kam nevojë për gjëra të mëdha për të ndjerë e lumtur. Kam nevojë për momente që më bëjnë të ndihem vetvetja. Dhe gjithmonë lumturia gjendet brenda vetes. Pra aty e gjen paqen. Dhe në këtë rrugëtim, Emilia, kush të frymëzon? Kush të orienton dhe që të bën që në çdo hap të jetës ti të ndihesh kaq bukur? Njerëzit që më kanë frymëzuar më shumë janë prindrit e mi. Nga ata kam mësuar se forca nuk qëndron tek të mos rrëzohesh kurrë, po tek aftësia për tu ringritur përsëri. Më ka mësuar që të jem këngulse dhe të punoj fort dhe mos të harroj kur që vlerat më përkufizojnë si njeri. Nëse sot do të kishe mundësinë ti realizoje vetes diçka e pakufizuar, çfarë do të ishte ajo? Do doja që njerëzit që dua të ishin të lumtur, të shëndetshëm, që është gjë më kryesore dhe që çdo njeri do donte të kishte. Në fund të ditës sukseset kanë më shumë kuptim kur ke me kë ti ndash. Po. Dhe çfarë vlerëson? Dhe kjo është një nga dëshirat që unë mbaj më shumë afër zemrës. Po. Dhe çfarë vlerëson më shumë tek njerëzit që zgjedh ti kesh pranë vetes? Çfarë është ajo vlerë njerëzore tek ata? Sinqeriteti. Mendoj se një zemër e pastër dhe një fjalë e vërtet vlen më shumë se çdo gjë tjetër. Vlerësoj njerëzit që qëndrojnë pranë meje dhe jo vetëm në ditët e bukura, por edhe në ato të vështirat, ku aty vlerësohet më shumë njeriu, pra në ditë të vështira. Ata që respektojnë, të mbështetin dhe të lejojnë të jesh vetvetja. The sinqeritetin të parën. Pse zgjodhe sinqeritetin? Të duket pak shoqëria jonë sot që i mungon kjo vlerë? Për këtë arsye zgjodha sepse në shoqërinë tonë sot kjo gjë mungon. Pra shumë njerëz nuk janë aq të sinqert sa mendojmë neve. Pra gjithmonë fshihen pas një maske. Në një botë që ecën kaq shpejt, çfarë është ajo gjë e vogël që ty të rikthen tek vetja? Atëherë, ndoshta tingëllon e thjesht, por janë momente kur mbetem në mendimet e mia. Një mbrëmje e qetë, muzikë në sfond, faqet e një libri ose një poezi e shkruar në heshtje. Janë ato çaste kur bota duket sikur ngadalësohet dhe unë rikthehem te vetja ime. Pikërisht aty gjej qetësinë, frymëzimin dhe forcën për të vazhduar përpara. Po, shumë bukur. Edhe tani, ne që jemi në mbyllje të emisionit, unë do të tregoj nga kamera me ndihmën e regjis, librin, dhe ti Emilia do më thuash në kamerën tënde pse lexuesit duhet ta marrin në dorë këtë roman. Roman i cili është vetëm me 115 faqe, por është një roman. Atëherë, fakti kryesor është që si fillim është një zhaner i cili këtu në Shqipëri nuk gjendet, është një zhaner horror psikologjik, i cili çdo njeri besoj se duhet të lexojë diçka të re, përveç se domethënë jemi mësuar me dramën, jemi mësuar me vuajtje, me dashuri. Pra këto janë një nga zhanret që të rinjt të lexojnë më shumë dhe mendoj që duhet diçka për ta thyer pak këtë qetësi ose këtë rehati që mund të keni gjetur në libra. Po pse jo për të parë dhe botën e bukur, botën e një vajze 20 vjeçare nga Vlora, e cila guxon dhe promovon një libër të tillë. Faleminderit që ishe në studio. Faleminderit juve. Edhe suksese. Shumë faleminderit. Të nderuar shikues, Emilia me Mishaj është dëshmia se mosha
nuk është penges kur ke vizion, disiplin dhe pasion. Mes uniformës së ushtrisë dhe faqeve të një romani, ajo po ndërton një histori që frymëzon. Një histori që na kujton se ëndrat nuk kanë pse të zgjedhin mes arsyes dhe zemrës. Ato mund të ecin krah për krah. Unë ju falenderoj të nderuar shikues që na ndoqët dhe njëkohësisht falenderoj dhe Emilian, e cila me anë të rrugëtimit të saj na solli një histori suksesi, edhe pse është një rrugëtim 20 vjeçar. Faleminderit që na ndoqët dhe njëherë, mirupafshim në takimin e radhës.